Ka drama të hershme që trajtojnë problematika që vazhdojnë edhe sot. Bidermani dhe zjarrvënësit e zvicranit Max Frisch është e tillë. Komedia e zezë trajton rrezikun e indiferencës ndaj së keqes. Regjisori Agon Myftari e ka freskuar veprën klasike duke i folur drejt për drejt realitetit bashkëkohor. Produksioni i radhës i Teatrit Kombëtar të Kosovës është dhënë premierë të premtë mbrëmë duke kremtuar ditën botërore të teatrit me një tregim të ri për publikun. Frisch njihet për ironinë e analizën e mpret të shoqërisë. Kësaj shfaqja trajton temën e konformizmit, frikës e bashkëfaqësisë. A dëshironi diçka tjetër? Sot ju, Fandizën. Kryepersonazhi i shfaqjes, Biderman, që luhet nga kushtremqerimi, përballet me pasqyrën shqetësuese të njerëzit që nga komoditeti ose frika zgjedh të mbyll syt përballë rrezikut që i kanoset. Vepra e shkruar si dramë 1958 flet për një qytet që sulmohet rregullisht nga zjarrvënësit, por Bidermani është krejtësisht indiferent ndaj lajmeve ditore që publikohen në gazeta. Biznesmeni bindet se nuk mund të mashtrohet kurrë, por brenda pak minutash i vjen Shmec, një i pastre, i cili duke bërë presion ia del të qëndrojë në shtëpinë e Bidermanit për një natë. Këtë rol e luan aktori Shkëlzen Veseli. Duke qenë i padëshiruar në shtëpi bashkë me insistimin e gruas së tij, Babet, që luhet nga Semira Latifi, mysafiri i paftuar sjell edhe mikun e tij në shtëpi, zjarrvënësin e dytë, Aizen Ring, që luhet nga aktoria Arta Selimi. Para se Bidermani ta kuptoj e ndaloj, shtëpia e tij është e mbushur me fuqi të mbushura me benzen. A dëshironi një vesë të zier? Shfaqja nxjerr në pah ironit kur protagonisti madje ndihmon zjarrvënësit të matin fitilin shpërthyes dhe u jep shkrepse duke refuzuar të mendojë për tej. Bëhet bashkëpunëtori së keqes që i vjen vet atij. Së paku në premier, shfaqja ka pasur një tes ngurtësie, me gjatësi shkel edhe në monotoni. Nëse ka qenë synimi, ja ka arritur. Aktori Qerimi, që e luan këtë rol, ka thënë se ka shumë ngërçe të personazhi në veprën të cilën e konsideron prej atyre që janë politike. Me ngërthy me shtim rana një Biderman në rolin cilin e interpretoj unë, nuk është e lehtë me pa nështë me zgjidh, po bashkarisht me Agonin me çaj ka një tekst, një vepër të njohur prej shumë kohësh dhe ka analizu shumë të, u konë nështë me lehtë me ardhë deri te zbërthimi. Mirë po, vështirë ka njerë me pështjel edhe me zhdërvjelu për me nëzirë pan ata që ka pëdojna me thonë na. Sepse ata që ka dënë me thonë autori shpesh herë edhe e gjejmë, po nuk e gjejmë ata që ka dojna me thonë na. Në të përsëritit më shkurë. Deri nga shtëpia ime, ju thash deri nga shtëpia ime. Për Bidermanin, që duket të jetë goxha naiv, aktori kushtremqerimi që e sjell figurën kryesore të veprës së Frisch e ka konsideruar neglizhant në raport me atë çfarë mund të ndodhë përreth. Populli jonë jo rastisht shpesh herë thotë çka te pashën kujshi pritet në shtëpi. Na shpesh i mbyllim syt se çka ndodh, kjo është më shumë një mesazh për ato se çka ndodh në përbot ose te na ose gjithçka tjetër, po kur na faktikisht e neglizhojmë me qëllim. Këtu s'ka të bëjë me naivitetin, po ka të bëjë me neglizhencën e njerëzve edhe mos përfillin se çka ndodh përreth, duke shfrytzu edhe duke mos dashur me prish komoditetin individual. Ka konsideruar si ignoranca e asaj çfarë mund të ndodh, mund të gjej. Kështu i ndodhë edhe Bidermanit, do me thonë. Ato që ignoron në plan të dytë jashtë mureve të shtëpisë vetë, jo rastisht e thotë paktën jo në shtëpinë tonë, pritet që të vijë edhe në shtëpinë tonë. Gjithmonë do të na vijë. Kështu që neve kemi për obligim për të dërguar një porosi të njerëz që mos t'i neglizhojmë gjanat të cilat ndodhin në shoqërinë tonë. Dukurit negative, çfarë do qofshin ato? Qofshin aspektin më të madh ku janë armiqt, ose një dukuri që e përditshme jona, e cila mund të konsiderohet një armik i mrenshëm. Fuqit sillen përreth shtëpisë duke u përdorur edhe si tavolinë mbi të cilën shtrohen darka si krem të mirëseardhjeje për dy zjarrvënësit.
Kurthet zhvillohen para syve të tyre. Bidermanit I mbyllën syt me një shami fillimisht. Babet lidhet, ndërsa shërptorja e tyre që luhet nga Albina Krasniqi përdhënohet nga Shmec. Aktori Shkelzen Veseli, cili e luan këtë rol, ka thënë se ky personazh luan me kartën e viktimizimit. Këta ka si armën më të fortë për të prek aty ku njerëz zakonisht janë më të dobët që I prekin te sentimentalizmi edhe pjesë e ndihshme ku mandej ky e ka terrenin e gatshëm për të vepruar për qëllimet e vetë. Ka theksuar se drama kryesore zhvillohet në fund të shfaqjes. Ideja e balanceve dhe fundit zakonisht edhe fillimit deri te fundi shfaqjes janë ndoshta në parim duken si dy shfaqje të ndryshme. Edhe këtu mendojmë që është edhe bukuria e shfaqjes, po edhe ajo që na kemi dashur me bosi mesazh. Me relaksu publikun te pjesa e parë, për dhënë mesazhin përfundimtar në pjesën e dytë ose shihemi mësuna ekipi me çujt pjesën tragjike dhe dramatike. Zoti Biderman, unë kam qenje po të ndrejtë serioze I tash. Pjesa tjetër e kastit përbëhet nga Edlir Gashi, Ylber Bardhe, Lum Veseli, Donika Rushiti, Les Maliqi dhe Erdonez Gashi. Ata I japin jetë një universi dramatik ku tensioni ndërtohet gradualisht dhe që mban publikun gjatë për të parë fundin. Atmosfera në shfaqje bëhet çdo herë më surreale që kulmon me skenën përfundimtare. Zjarrvënësit flasin hapur për komplotin e tyre, të e bëjnë dhe atmosfera me zhurmë, alarm, tëm e flak është mbyllja e skenës Gjersa Bidermani dhe Babet shikojnë gjithë skenën. Po të ishira ta zjarrvënësit, nuk do të marrim shkrim se për vete. Regjisori Agon Myftari ka konsideruar shfaqjen si fabull të thjeshtë. Sipas tij, I thjeshtë është edhe mesazhi I shfaqjes. Fabula është pa që thjesht sa vetë mesazhi dhe ideja e kësaj drame, që është në mënyrë që e keqja të marrë havë dhe të mos ndalet, mjafton që njerëzit e qytetarët e thjesht mos bëjnë asgjë dhe e keqja do të triumfoj. Edhe ju kapi, mirë po, jo kushdo një kuj, jo kushdo ka humor si humor. Sipas Myftarit, teksti I shkon për shtati secilës kohë dhe se mbetet aktual për atë sa do të ekzistojë vetë teatri. Ky tekst është shkruar mas luftës së dytë botërore, si një farë lloj kritike për mënyrën se si morën havë nazizmi dhe holokausti në Evropë. Por mendoj që fuqia e këtij tekstit ekziston pikërisht e universaliteti që e ka, sepse mund t'i flasë cilës do kohë dhe cilit do vend. Sot mendoj që ka mjaft arsye që të punohet një tekst I tillë, bota po polarizohet, po qahet, konfliktet po shtohen, si në rrafshin global ashtu edhe në rrafshin regional ose lokal, ekziston një farë lloj radikalizimi, ekstremizimi I palëve ose I poleve të kundërta, edhe një rritje e hendekut mes palëve, dhe gjithë po e përjetojmë besoj çdo ditë një farë lloj kërcënimi nga kjo që e dim që po ndodh. Ka bërë me dije se qëllimi ka qenë që tema serioze të mbështillet me shumë gjyra dhe shumë komedi. Në fund, muzika e Memli Kelmendit krijon një atmosferë të ngarkuar emocionale, por gjatë gjithë shfaqjes ajo ilustron dhe u jep ngjyrë tensionit, harmonisë, frikës, dinakrisë e çka jo tjetër. Kompozitori Kelmendi ka qenë tetë I angazhuar me punë me muzikë teatri periudhën e fundit. Deri më tash ka punuar muzikën e 40 shfaqjeve, por Bidermani dhe zjarrvënësit nën regji të Agon Myftarit për të ka qenë prej shfaqjeve më sfiduese, e mbase edhe më e bukura që ka bërë deri më tash.
Ka qenë sfiduese jo vetëm për mua si kompozitor i kësaj shfaqje, mirë po do të edhe për gjithë ekipin, sepse kërkesat edhe procesi ka qenë i jashtëzakonshëm, ka qenë shumë i vështirë, mirë po mbi të gjitha shumë i bukur. Unë jam i thellësisht mirënjohës Agonit për ftesën që më ka bërë për me qenë pjesë e këtij projektit. Në fillim kur më paraqit ideja për një shfaqje të tillë, me thonë të drejtën e komendu, sepse gjithçka vjen prej instrumenteve të gjalla, edhe aq më tepër kur muzika vjen prej aktorëve. Do të thotë sonte aktorët kanë qenë ata të cilët kanë luajtur në instrumente. Do të thotë janë aktorë të cilët studiojnë aktrimin dhe jo muzikën përpos donikës. Prandaj me thonë të drejtën është një proces, edhe është një shfaqje që ka më mbet jashtëzakonisht shumë gjatë në mendje, me faktin se edhe si proces, edhe si progres ka qenë e jashtëzakonshme. Kam përgjithë, por është një ndryshme. Sile, sepse duhet ta kemi këtu. Nuk na duhet kjo çka do të mendojnë ata. Paralelisht me përgatitjet e shfaqjes është ndërtuar edhe koncepti muzikor dhe për herë me miratimin e regjisorit Myftari. Ka thënë se muzika sjell mesazhe paqeje. Pjesa e fundit ka qenë ndërlidhje e kulturave të ndryshme, ku janë paraqitur edhe 4 këngë të ndryshme. Kemi dashur që thjesht që të jetë edhe mesazh, unë e konsideroj personalisht si kompozitor një mesazh paqe. E shkruajta me dorën time. Edhe shiritin e kam përgatitur. Çu shiritin? Edhe faturën ja ka nisur tonë. Dramaturgjinë ka punuar Zoga Qeta Qitaku, skenografin Nikola Minsen, ndërsa kostumonografin Sam Kaferri. Kësaj është ndërtuar një hapësirë vizuale e menduar me kujdes. Asistente e regjisë ka qenë Djelza Dedushi, inspiciente Nazmije Krasniqi, ndërsa ndriçime dhe toni janë realizuar nga Bujar Bekteshi dhe Arben Alio. Mbajnë në mend, këtu nuk shërbej kurse si ço. Duhet të hysh thjesht. Bidermani dhe zjarrvënësit është thirrje për reflektim. Ajo sfidon publikun që ta pyes veten mbi kufirin mes indiferencës dhe përgjithësisë.